shumë kompleks. Ka pas pengesha. Zoti Isa Mustafa, ish kryeministri, tha Kosova duhet t'ja di për nder. Ish kryeministri Haradinaj për i punë tjerëzakonshme. Epokale që ka bo, bashkë me Washingtonin, me miqt atje, për t'i bindur atje. Nuk e di tha si ka arritur Haradinaj t'i bind ata që Kosova të ketë ushtri me 3 ligje që i nxorrin kuvend. Dhe unë e Zoti tha që nuk arritëm ta bëj me ndryshime kushtetuese. Kryeministri Mustafa ka qenë ndjenit kësaj punës, shime, edhe kam pas nderin ta vizitojnë familje, ta diskutojmë këtë temë me te, edhe ka marrë përkrajën e tij. Keni ndarë detaje me... Po, e ka marrë përkrajën e tij në këtë proces, kuptohet me këshillën që ta bëjnë në konsultimin bashkëpunim plot me alatët tonë, ma ka jep këtë këshillë, më ka në të lutë na bë kujdes në hafa, se është temë ndihshme, se mi ka tregu edhe vështirësitë të kalumës, që ka hasha ai edhe presidenti Thaçin, në të kalume, ka në bën kujdes, po e kim mbështetjen e LDK-s së time, ashtu që më ka dhënë këtë mbështetje edhe zoti Veseli, po nuk muj me përjashtu edhe zoti Kurti. Më ka dhënë këtë mbështetje, se kam shkuar edhe ta jam konsultuar me te, për ligjet e ushtrisë, që ka pas ato rezervat e veta që nuk bëhet e tjera. Çka deshte me thënë, me vë ushtrinë e Kosovës, ka qenë shumë proces kompleks. Për shembull, kemi 10 ushtri që shërbejnë në Kosovë në një mandat të OKV-s, rezoluta 1244. Po? 10 ushtri. Disa për këtyre ushtrive janë të vendeve jo njohëse. Që se ka njohë Kosovën, në Kosovë. Slovakia, të zëmë, po. Ka pas të tjera që Po, naturisht. Po. Edhe ka. Ka qenë kjo një situatë shumë komplekse, jo e lehtë. Pastaj, kanë qenë obligimet e marra që nga Pakahtisarit, kushtetuta jonë, edhe disa dinamika tjera. Edhe ka qenë sfida e ndryshe thonë aqarimit të marrëdhënieve me rajon, me fqi, me tjerë. Nuk po flasë me fqi me cilë dihet me cilin, me Shërbinë, se Shërbia ka qenë në atë kohë kundërshtare a kësaj teme. Mirë po kemë arrit me e kry, dhe atë pas një pasoj për Kosovën. Pas një pasoj për Kosovën, kur është bo ushtria e Kosovës. As një pasoj që kemi marrë. Pra nuk kem pas, as një dëmë që kaktum nga veprimi ynë. Kjo ka qenë ajo mrekullia, mjeshtria e kësaj pune ka qenë, që është bo ushtria me gjitha drejtat e çdo ushtrie në botë. Në ligjet e ushtrisë thuhet se e ka detyrë kushtetuese mbrojtjen e tërësisë territoriale, të sovranitetit, kufive, të popullit. Po. Edhe s'ka dallim jugeveria, lindje, perëndim. Këtë Kosovës. Me raste u bë edhe kjo debat puna e veriut. Jo, në ligje nuk ekziston asnjë klauzol ndryshe. Nëse i merr ligjet, 3 ligjet, po. Që i ka votu Kosova, po. E në bazë cilave tu ka mbështetur ushtria jote, tu ka pranu, nuk ke asnjë kufizim. Jo nën produkte ato tjera që kanë ekzistuar para ligjeve, nën produkte. Ligji është akt më i lartë i parlamentit me 2/3 e votës, se mos harroni jo votu me 2/3. Tani, edhe çështja e antarësimit në NATO, se nuk po ndalem më te kjo pjesë, është shumë komplekse. Jo është rëndësishme Haradinaj, sepse edhe po, te NATO jo, po është rëndësishme kjo ushtri. Mori aprovimin e James Mattis, me cilin sot keni raporte ende Haradinaj? Dani korrespondenca me ta? Bashkëbisedoni me ta? Ne asnjëherë shikputim raportet me alatët tonë, me miqtë tonë, disa prej tyre janë aktiv, disa janë tash në situata tjera, por nuk humbin komunikimet kur. Ushtria u bë e Kosovës me ato 3 ligje, vetëm pse ju hyt garant në këtë proces, duke shfrytzuar dhe miqësinë personale me Washingtonin, me Pentagonin, Haradinaj, sepse i kem parë dorën zemër gjithë ato pamjet që janë raportuar me saksi nga mënyra pritja. Mos me kalu në vetë lavdrime në burje. Po jep në i detaj më Haradinaj. Kosova ka ju garant, kuptohet përmes meje, se unë kom qenë ai që e kom përfaqësu Kosovën, Kosova ka ju garant, mirë po i është besu, do të thotë marrëdhëniet tona me Amerikën, me misionet e sigurisë të Amerikës, janë vërteta, nuk janë falsë, nuk janë fasadë, nuk janë propagandë, janë ekzistuar ato që nga kohrat e vështira që i kem kalu bashkë, e deri sot edhe vazhdojnë. Ato janë serioze, janë reale, janë
të Kosovës, nuk janë vetëmia, ato i bëj për Kosovën, nuk asnjëherë s'kam provu me nxjerr ndonjë përfitim personal, grupor, për aleancën.